Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq 5 persona të akuzuar për rrëmbimin, shantazh dhe mbajtje peng të 68 vjeçarit Edvara Galio. Ngjarja e cila ka ndodhur në prill të këtij viti. Të akuzuarat janë Clinton dhe Sulejman Sina, 21 dhe 31 vjeç, vëllezër, Idayet Mashollari, 21 vjeç, Bajram Ibraliu, 57 vjeç dhe Nikoleta Begolli, 32 vjeç. Ata përballen me akuza të rënda për rrëmbimin e Agaliut dhe kërkimin një shumë prej 2 milion lekësh në këmbim të lirisë së tij. Rrëmbimi i Edvara Galliut ka ndodhur në afërsi të shkollës pedagogjike të Tiranës, kur ai ka qenë në shoqërinë e Nikoleta Begollit, e cila është përfshirë në ngjarje si pjesëmarrëse. Sipas hetimeve të prokurorisë, pas një momenti të shpejtë një automjet tip Golf është afruar dhe nga brenda kanë dalë disa persona, të cilët e kanë dhunuar Galliun dhe e kanë detyruar të hyjë në mjetin e tyre. Ata e kanë çuar atë me forcë në drejtim të fshatit Kakunj, ku e kanë mbajtur peng në një banesë të braktisur për plot 5 orë. Gjatë kohës që Galliu ka qenë i mbajtur peng, autorët e kanë kërcënuar atë me jetë, duke i thënë se nëse bashkëshortja e tij nuk do të dorëzonte shumën e kërkuar prej 2 milion lekësh, ata do të dërgonin fotot të tij me Nikoleta Begolli me qëllim shkatërimin e familjes së tij dhe më pas do ta vrisnin. Bashkëshortja e Galliut ka marrë kërcënimet me shumë seriozitet dhe ka denoncuar ngjarjen në polici. Pas denoncimit, autoritetet kanë organizuar një operacion të mirë planifikuar për të ndaluar shantazhuesit. Ajo ka dorëzuar shumën e kërkuar në zonën e Saukut, ku policia ka monitoruar gjithçka dhe ka ndërhyrë për të arrestuar të gjithë dyshuarit, të cilët janë kapur gjatë këtij veprimi. Sipas prokurorisë, hetimet kanë zbuluar se autorët kishin një plan të mirë organizuar dhe kanë vepruar në mënyrë të koordinuar për të realizuar krimin. Ata kanë përdorur dhunë për të shtrënguar rrugën e shantazhit dhe kanë përdorur kërcënime për të shfrytëzuar frikën e familjes Agaliu, duke detyruar atë të dorëzojë një shumë të madhe parash.